Për shkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme dhe tensionit në ngushticën e Ormuzit, kanë shtrinjtuar çmimin e karburantëve në bursë dhe për pasojë rritja e çmimit është reflektuar në vlorë brenda pak orësh. Pikat e shitjes së karburanteve kanë rritur menjëherë çmimin sapo kanë parë njoftimin se nafta dhe benzina kanë pësuar rritje. Në vlorë nafta tregtohet me çmimin 198 lek për litër, ndërsa benzina me vlerë 189 lek. Rritje ka pësuar dhe çmimi i gazit që tregtohet për 69 lek për litër. Vlen të theksohet fakti që pas shkrirjes së bordit të transparencës, çmimet nuk janë më të unifikuara, duke bërë që në disa pika të shpërndarjes së karburantit të jenë edhe më të larta. Sapo rriten çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare, në Vlorë, në pikat e karburantit, shpërndarjes së hidrokarbureve, çmimi rritet në moment, duke u reflektuar negativisht te drejtuesit e automjeteve. Por çuditërisht nuk ndodhe e njëjta gjë në Vlorë, kur çmimet e naftës bien në bursa. Nëse çmimet bien në Vlorë, nuk ka asnjë reflektim, ndërsa për ironi të fatit, kur ato rriten, menjëherë brenda orësh, në Vlorë çmimi reflekton. Kur çmimet në bursën e hidrokarbureve ulen, ky reduktim i çmimit nuk reflektohet në Vlorë me të njëjtën shpejtësi. Administratorët e pikave të shpërndarjes i ulin çmimet atëherë kur janë të detyruar nga bordi i transparencës, në minutat e fundit të afatit, ose kur nuk kanë detyrime i ulin sa më vonë të munden. Ndërsa kur çmimet rriten, ato reflektohen menjëherë brenda orës në Vlorë. Pavarësisht se pikat e shpërndarjes së karburanteve marrin furnizime mujore me depozita nëntoksore të mbushura me naftë dhe benzinë, çmimet ndryshojnë sa herë që ka rritje, megjithse naftën, benzinën dhe gazin e kanë vlerë më lirë. Këto pika i rrisin çmimet brenda ditës, duke përfituar nga lajmet që në bursë çmimi është në rritje. Krejt e kundërta ndodh kur çmimet ulen, kur karburantet në qytet nuk ulin çmimin, në pretendimin që kanë vlerë më shtrenjtë naftën, benzinën dhe gazin rezervë. Kjo gjë ndodh për shkak të mungesës së kontrolleve. Kontrolli për çmimin e hidrokarbureve në Vlorë mungon, duke e lënë konkurrencën të lirë me pikat e shpërndarjes, të cilat mund të vendosin çmimin sa të duan. Madje ka një unitet të heshtur mes tyre ku nuk mund të gjesh asnjë pikë karburanti që tregton naftën në vlerën e 198 lekëve për litër, apo benzinën në vlerën e 189 lekëve për litër.